Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, shfrytëzoj nga rasti që në këto ditë edhe ne të muajit të mëdhenshëm të Ramazanit, t'ju uroj agjerim të lehtë edhe të pranuar tek krijuesi famlar, pa më dyshje që në këto ditë edhe ne të gjithë besimtarët janë në një përpjekje për të pasuruar dhe për të ripërtrirur çështje të cilat kanë të bëjnë me mënyrën se si ne ndërtojmë besimin tek ai edhe si ne mbështetemi në fakt në të gjitha porositë dhe të gjitha kërkesat me të cilat krijuesi jonë na drejtohet si besimtar të tij. Pa më dyshje një pjesë e rëndësishme e këtyre komponentave të besimit është edhe mbështetur edhe në çështje të cilat ne duhet ngritur veten dhe arritur në një pikë në të cilën do ndërtojmë mundësinë të kuptuarit të asaj me çka na drejtohet Zoti fuqiplot. Allahu fuqiplot pa më dyshje që në Kuranin famlar përmes gjitha ajeteve kuranore në fakt tregon gatishmërinë dhe tregon të themi qasjen e pikpamjes së besimit dhe mënyrës se si komunikon me besimtarin. Çdo gjë që Allahu ka krijuar në univers, pa më dyshje që është një dëshmi e asaj mënyre të komunikuarit, në kuadër të së cilës ne pjesë të komunikimit i gjejmë përmes porosive kuranore, përmes fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por pjesë e së cilës janë edhe mënyra e medituarit, të menduarit, logjikuarit rreth asaj porosie, rreth atyre vlerave kuranore, rreth atyre urtësive me të cilat krijuesi i gjithësisë na drejtohet neve. Është një ajet kuranor që përmendet spaku në 5 sure të Kuranit famlar dhe ky ajet si duket na jep këtë mundësinë e mënyrës se si ne e ndërtojmë kuptimin e fjalëve apo porosive të Allahut fuqiplot. Në këtë ajet kuranor, një prej atyre është në surën Hadid, në surën Mulk, do të thënë ajetin të cilin ne të gjithë gati se e dim, wa huwa ala kulli shay'in qadir, do të thënë që ka kuptimin se ai Zoti është i mundshëm të bëjë çdo gjë. Mënyra se si ne e kuptojmë dhe si ne duhet ndërtuar këtë relacion me besimin tonë për ta gjetur atë prehjen shpirtërore, atë qetësinë e zemrës përmes të cilës besimtari me të vërtet është i bindur dhe është plotësisht i nënshtruar këtij urdhri kuranor që ta gjejë dhe ta përjetoj dhe ta ngrit veten përmes kësaj porosie, ne në fakt e shohëm këtë mundësi të kuptuarit të bisedës, të mënyrës se si Allahu flet me besimtarët ose me gjithë ata të cilët ndoshta shohën dhe gjejnë argumentet e tija në këtë univers, pa më dyshje që argumentet edhe dëshmit janë të panumërta. Mirë po, në disa sekuenca për të shfaqur këtë mënyrë, ne themi se çdo gjë që Allahu ka krijuar në fakt i referohet, i drejtohet, apo i komunikohet njeriut me qëllimin e vetëm që ai njeri ta gjejë veten dhe ta gjejë qenjen e tij brenda këtyre porosive kuranore. Ndaj edhe ne po marrëm disa prej këtyre shembujve në të cilët e shohëm madhninë e Zotit përmes të cilës ai na drejtohet neve. Nëse do ishim përqendruar tek ndonjë shembull më konkret në këtë drejtim, unë mendoj se mënyra për ta kuptuar këtë kujdes, këtë dashamirësi, këtë dhemshuri dhe këtë mënyrë se si ne trajtohemi nga ana e Allahut fuqiplot, mjafton që ta përmendim dhe ta kujtojmë rastin ose situatën në të cilën ne themi nëse ne në cilësinë e prindit, në cilësinë e gjyshit ose gjyshes, në cilësinë e një antari të familjes i përkushtohemi dhe i tregojmë gjithë dashamirësinë tonë dhe gjithë kujdesin tonë ndaj ndonjë nipi ose mbese tonën, pa më dyshje që atë që mund ta kuptoj personi që e kemi përballë nesh është ta kuptoj se gjitha këto dhunti, gjitha këto mirësi, gjithë ky kujdes, gjithë kjo pjesë e cila ka të bëjë me mënyrën se si ne e konsiderojmë të njëjtin, është një prej atyre dëshmive se sa e duam ne atë dhe përmes këtij feedback ose përmes këtij informacioni kthyes më lehtë ka edhe fëmia ta kuptoj. E tani, kur ndalemi për të parë se gjithë atë që Allahu ka krijuar në univers
dhe gjitha të që Allahu e ka vendosur në furnizim dhe në shërbim të njeriut dhe në pajisjet me të cilat gjitha këto segmente ne arrim që të i kuptojmë si një ndër ato porosi përmes të cilave dashuria e Allahut ndaj nesh shfaqet përmes krejt këtyre krijesave, pa më dyshje që ajo që duhet vërejtur dhe ajo që kërkohet që të kuptohet nga ana e besimtarit përmes këtij lloj komunikimi që Zoti e shfaq në univers për njeriun, pa më dyshje që në këtë segment këtu mund të bëjnë pjesë bota bimore, mund të bëj pjesë bota shtazore, mund të bëj pjesë bota po e themi biologjike ose organike si e tillë e krijuar dhe e cila pa më dyshje që i vëhet në shërbim njeriut përmes të gjitha komponentave të saja të cilat i posedon në vetvete. Andaj, ky kujdes i treguar i Allahut fuqiplot ndaj nesh edhe këto mirësi dhe këto pajisje dhe këto furnizime të panumërta të cilat i bëhen njeriut, mendoj se janë sinjale shumë të qarta. Kur themi ne sinjale shumë të qarta, ndoshta në erën që fryn, ndoshta në botën bimore, në një pemë e cila lulëzon, ndoshta në një pikë shiu e cila bie, ndoshta në një pikë ajri të cilin ne e thithim, ndoshta në një gjeth në të cilin ne çfarë shohëm mrekullitë e Zotit në komunikimin që ai e bën, nëse e marrim gjethi është si i tillë ai që e thith, po e themi dritën e diellit, apo në të njëjtën kohë e thith ujin, apo pre ajrit, në të njëjtën kohë e transformon të njëjtën energji, do të thonë të cilën e merr përmes dritës dhe të njëjtën e transformon dhe e shndron në glukozë ose në sheqer siç e njohim ne. Tani nëse ndalemi vetëm tek ky proces, pajtohemi se gjethin si gjeth ne e shohum të panumërt realisht në natyrë, mirë po mënyra se çfarë porosie na jep neve është ajo që kërkohet prej besimtarit që të ndalet në këtë pikë dhe të jetë i përqendruar dhe i koncentruar që ta kuptoj mënyrën se si Allahu flet me ne. Kjo gjuhë apo ky lloj komunikimit në të shumtën e rasteve ka mundësi të i ngjaj një situate në të cilën ju e dini mirë, personat me nevoja ndryshe, ose shurdhmemecët, ose njerëzit të cilët nuk kanë gjuhë komunikuese, por e kanë gjuhën e shenjave, çka ndodhen me ata, një ekspert i cili e mëson këtë gjuhë, apo e mëson këto lëvizje që të interpretoj dhe të transformoj në fjalë, në një farë mënyre, ai porosin që e merr, po e them, prej një shurdhmemeci, neve na transformon të njëjtën në fjalë, edhe në porosi të caktuara që na mundësohet komunikimi. Tash, parë nga ky prizëm, edhe unë them që çdo gjë që është në këtë univers, çdo gjë që është e krijuar në këtë botë, apo në këtë botë të bimëve, të shtazëve, të shpesëve, pa më dyshje që në një farë mënyre, ndoshta shpesh herë mund të jenë të pazonshëm, mund të jenë vetëm lëvizje të caktuara. Ne jemi ata të cilët duhet të shndrohemi në, kushtimisht po e them, në ekspert, përmes besimit të cilin e kemi në Zot, edhe përmes mbështetjes edhe përmes bindjes së krijuar në mënyrë të qartë se si e shohëm ne plotfuqishmërinë e Allahut të krijuar në këto rrethana. Kjo pikpamje mendoj se është e mjaftueshme që të marrim këtë porosi kryesore edhe gjatë këtyre ditëve dhe netëve të muajit të begat të Ramazanit, pa më dyshje, të fillojmë të kuptojmë këtë ndjesinë, këtë kujdesin, këtë shfaqje të krijuesit apo dhe mënyrës së komunikimit të tij ndaj nesh edhe në relacion me ne, që prej tij të dalëm edhe më të përgatitur, po edhe më të thelluar në bindjet tona, në argumentimin ton, në gatishmërinë ton për t'ju nënshtruar vullnetit apo absolut të krijuesit ton, Allahut fuqiplot në këtë drejtim. Për atë arsye, ndoshta nuk duhet të zgjas më tepër, por duhet të theksoj faktin e asaj që ky kujdes i shfaqur, ndoshta edhe në mënyrë të ekuilibruar, kur themi ekuilibrim edhe, kur themi kujdes i matur i shfaqur në raport me besimtarët, pa më dyshje që ati mund të jenë në pjesët të caktuara të cilat kanë të bëjnë me shëndetin e njeriut, kanë të bëjnë me bindjet e tij, kanë të bëjnë me mënyrën e të menduarit, por supozoj që ta rumbullaksoj këtë çështje të kujdesit të krijuesit ton ndaj nesh, nëse një njeriu i del pasqyra, po e themi, e parametrave të gjakut i del jo stabile, apo ai njeri e kaplon një lloj frike, një lloj pasigurie, nëse një mjek i cili neve do na kishte udhëzuar me qëllim të kujdesit
ndaj shëndetit tonë, edhe do kishton se do shkoni të një farmacist, apo të një ekspert i prodhuesve, po e themi të ilaqeve, dhe ai do t'ua bëj juve një ilaq kështu të përpunuar nga ana e ty, aty për aty. Në këtë rast, nëse farmacisti, po themi, na jep një informat lidhje me atë, duke na thonë se unë për herë të parë po e bëj këtë ilaq ose këtë barë, këtë kur të cilën po e përgatis për ty, ka mundësi që ndonjë gramazh të i ka ndej ose këndej, por ti nuk ke nevoj të mërzitesh, nuk ke nevoj të shqetësohesh. Sa mundemi ne të jemi të bindur, edhe të jemi të nënshtruar, edhe të jemi të gatshëm që këtë pasiguri të një farmakologu të kuptojmë si një element relativ në kuptimin e asaj se çfarë tangon jetën ose shëndetin e njeriut si të tillë. Për atë arsye, nëse këtë pasiguri e kemi në relacion me përbërësit edhe me strukturimin e asaj bara, ati ilaçi, atëherë paramendojeni në çdo ditë konsumojmë, po e themi përbërës të ndryshëm, qoftë në natyrë, qoftë në botën bimore, qoftë në botën shtazore, qoftë në botën e gjallësave. Pa ndërprerje jemi duke konsumuar produkte, dhunti, mirësi nga më të ndryshmet, por pa fije dyshimi i konsumojmë ato për arsye se jemi të bindur se ai që i ka krijuar në asnjë miligram bile nuk ka ndryshim në strukturimin edhe në përbërjen e tyre që e themelon si të tillë. Andaj, kjo pikpamje është ajo e cila na mundëson që ne të ndërtojmë një relacion të kuptuarit më të shëndosh, të fjalëve, të porosive, të mënyrës se si Kurani na drejtohet dhe se si Allahu flet me robërit e tij. Për atë arsye, mendoj që këto mundësi të dhëna të panumërta kërkojnë prej nesh që jo vetëm të shohëm, e keni parasysh si i ngjan kjo, edhe me këtë shembull po e përmbylli, nëse shkojmë në një teatr kukullash, apo dhe ne e shohëm teatrin dhe i shohëm lëvizjet e atyre protagonistëve të cilët i bëjnë lëvizjet e kukullave që të duken sikur ato lëvizin. Por prej momentit që ne e shohëm, jemi të vetëdijshëm se kukullat nuk janë ato që e bëjnë pjesën teatrale, por janë protagonistët kryesor pas perdes, atëherë edhe në këto raste, kur ne flasëm për mirësitë, dhuntit, për gjithë ato çfarë është e shfaqur në këtë univers dhe në këtë botë në të cilën ne jetojmë, pa më dyshje që pema, druri, nuk e di, bota bimore, bota shtazore, të gjitha ato janë nga një kukull në të cilën ne edhe prej nesh pritet që ta gjejmë kuptimin dhe që ta gjejmë lëvizësin i cili është kryesori dhe esenciali mbas asaj çfarë shohet, çfarë shohim ne edhe mbas asaj çfarë na shfaqet ne. Këtu është ajo, po e themi, ajo elekuenca ose ajo mjeshtria, ajo hollësia e mënyrës së të menduarit dhe të medituarit të besimtarit që nga pikpamja kuranore prej të gjithë neve kërkohet si e tillë. Andaj, pa mos u zgjatur më tepër, gjithsesi që do kisha dashur që kjo përmbyllje të jetë e përqendruar në mundësinë dhe në aftësinë e njeriut për të kuptuar dhe për të gjetur kuptimin e një fenomeni të cilin ndoshta ne e vëzhgojmë, të cilin ndoshta ne e prekim, ose të cilin ndoshta ne e konsumojmë për ta parë jo vetëm prodhuesin e një produkti, për ta parë jo vetëm shitësin, për ta parë jo vetëm strukturuesin e atij produkti, por qëllimi është për ta parë krijuesin e krejt asaj pa të cilin dhe pa fuqinë dhe pa plot fuqishmërinë të cilit ndoshta asgjë nuk do të kish mund të ekzistojë dhe të funksionojë si e tillë. Për atë arsye, uroj që këto ditë dhe këto net të jenë një mundësi e jashtëzakonshme për të rritur kapacitetet e vetëdijshmërisë tonë edhe për të arritur potencialin tonë që të jemi sa më pranë fjalës së Zotit, sa më pranë këtyre porosive dhe për të nxjerrë atë konkluzën kryesore se Allahu, kur flet me robët e tij, kur flet me besimtarët e tij, flet në mënyrën më të mirë të mundshme për ta treguar edhe kujdesin, edhe dashamirësinë, edhe dëmshurinë, edhe dashurinë të cilën e ka të shfaqur në raport me ne në mënyrë të pakushtëzuar. Andaj, ju falenderoj për vëmendjen edhe ju përshëndes.